obligim dhe urdhënohet nga gjykata kushtetuese me votu në kryetarin e Pakicave. Smakici, duhet ta votojnë këto parti tjera kandidatin e listës sërbe? Dhe t'ja lënë vetëm vetëvendosjes këtë atun e luftës ndaj listës sërbe? Po, është edhe detyrim kushtetues, ka thonë edhe e drejt, pra edhe në dy gjykime tjera, gjykata kushtetuese u mundu me eduku partitë politike, sepse tash kemi dy bloqe, blokun nacionalist që e përfaqëson lëvizjave për ta përjashtuar komunitetin serb nga proceset politike në kuvend dhe pjesëmarrja në kuvend, dhe kemi partitë antisariane. Blok nacionalist. Ve nacionalizmi ku i kundër. Me thon partitë antisariane, që janë të cilat janë shtetë ndërtuese, pra kena dy bloqe tash. Apo dojna me shkatërru qëtë Republik, a dojna me mbajt. Pra gjykata kushtetuese ka thonë, bëje me të mirën për Republikën e Kosovës, çka është? Themelimi i kuvendit Kosovës, çish bëhet? Me paragrafin e të njëjtit si e quajnë vetëvendosjen? Qish? Si ta quajnë vetëvendosjen? Vetëvendosja partia Rrugës, që ka ardhur nga vandalizmi, nga gjujtjet me gur, kollja institucioneve dhe s'ka garu deri në 2010. Pra është partia Rrugës. Pse s'e ke ndalu? Se kemi ndalu, po qashtu. Jo, që se ke ndalu, që s'mund me ndalu, po që se ke para ndalu me qeverisje më të mirë, vazhni. Vetëvendosja nuk është parti shtet formuese, është parti shtet shkatërruese. Okej, nëse drenori këtu nuk pajtohet, ose si? Jo, mërë s'ka nevoj, po qatë ta e banë A ke gjuhë gurdi, a ke gjuhë? Kanë me gjujt me gurdi. Vua, ke qenë të vetëvendosje. Jo, e për masi vjetë. Nuk ka pasur impenime tjera. A ke gjuhë gurdi, me Gjelat Svecën, a ke gjuhë polici. Skuvuce e kon ka poste se Kryshev je kon. O Shala, A ke gjuhë me Gjelat Svecën i polici. A jo ke hinkry. O smok. Vezi s'ka po të regoj, vezi ta thamë një fjali. Po më duket që u konsumosh kjo punë. Ka të shumë jo racional, i pabesueshëm, me qito teza, me qujti një subjekt politik shqiptar. Jo, fakte tjerë fakte. Kas janë fyse, kas janë tojta, sa që më nuk mërë kërkush seriosisht. A e di, sa ka me interesën pra me kërkush seriosisht. Unë e përëm fakt, parti shtet shkatërruese. Bravo. Edhe për sta u votu 43%. E cila... Dikush në terezi. O, kur është podhë pavarësia, ta në ku të gjuhë gurje ndek 2 djemë 3. E kupton këtë se? A ke harru? Edhe fol rezistencës të vetëvendosjes janë arrit shumë senet që janë. A ka thonë s'ka më po Kosovë e pavarën, sot shku unë që atën kryeministri qësoj Kosovë të pavarën. A e ndek 2 djemë 3 mas ti të thonë s'ka pavarësi. Apo rrej, është fakt, është nuk ka mendim. Ose jam të dhënë mendim. Shkojnë atë vëri Gjeladinit, atë vëri... Një akt që është bërë në Kuvendin e Republikës Kosovës, apo është një diçka të cilën të apërshë në nësat. Edhe bojna lavdi për çka e ndek ata 2 djemë. Ata e ndek për një ideal, për Kosovë ma e mirë, që në mbrëmje shkon prodhon terrorizëm dhe gjatë ditës dhe ta blokon institucionet këto. Se kryeministri i Pakës Statisorit. Se ka pranu më bo kryeministri i Pakës Statisorit. Akshë po sefti me ikaj, valla sikse e dënë populli, është lideru, lideru është njëherë. Jo, anë në samafor, auzatetën. Po mirë është shqeqe, pse ne befasoni atëherë kur Kurti me të drejt me kanu auzatet në Amerikë. Aja ke po një idea që të ke. Me shku në Amerikë të ke mësë me po president Amerikanë si kur farë kryeministri. A u shku taku me Merita Halilin. Edhe atë vërën e vetë me harmonin. Kush e ka thënë? Kurti e ka thënë? Kurti e ka thënë, po, që atë me ta shru. Atë me ta shru. Gjemën i atë vite. Atë me ta shru. Atë me ta shru. E ka Smakici vite. Jo, nuk dua, se telefoni Smakicit mund të gjërat pasigurta dhe pa verifikuar. Regjia verifikojë në njerë, nëse ekziston ajo. Se nuk i besoj. Atë sigurta e ka. Filtrave të sigurisë Smakicit. Atë me ta shru. Dhe kësi ma tërkoh mua video se duhet të filtrot fillimit se nuk i besoj do të shumë Smakicit. Me shku kryeministrin e Amerikës. Çe ku e ki? Edhe mos me taku mes me hiç pit borë dhe me taku presidentin. Mos me hiç. Shoj. Se tash do të dalim. Tash do të dalim te kjo tema. Edhe herë po e kthej. Do të me hiç pit borë. Pyetja fundit për Shalën se do të dalë te kjo tema. Do të dalë te kjo tema. Tema e dytë është Shala. Shala. Ndoshta ka ndrru mendimin? Apo ja pa mundson qëllimi të Kurtit për ta defaktorizuar listën. Shumë valla ka ndrru. Po, ama prapë dosh popullit e Hongkongit jo, mos keq kuptohemi tash, Ahmeti, më fal. Ka pyetje për Shalën se s'ka folur fare, kur e mendoj, ka përshtypjen se falës s'ka folur, ende nuk ka folur asnjëherë.